A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dhe së dashur, vazhdojmë me këshillat, me detyrat tona që i kena ndaj Kur'anit famëlar. Njëra prej detyrave që është më kryesore ndaj Kur'anit famëlar është që ne të veprojmë me Kur'an. Vepra me Kur'anin famëlar. Mësimet e Kur'anit që i marrmi, meditimi që e bëjmë, leximi që e bëjmë, qëllimi i këtë kësaj është që ne më ardhëm deri tek vepra me punu me Kur'an. Allah ka thonë Kur'an: "Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu." Dhe ne kemi zbrit këtë libër të bereqetshëm, me begati të mëdha. Pse o Zot? Allah po thot fattabi'uhu. Pasojni, ndiqni Kur'anin. Pra më thonë qëllimi, detyra jonë kryesore është që ne mësimet që i marrim nga Kur'ani të veprojmë me Kur'an, të jetojmë me Kur'an. Në një ajet tjetër thotë Allahu: "Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum." Ndiqni, pasojni atë të cilën ju është zbritur nga Zoti. Pra ndiqni, ittabi'u, pasojni atë Allah subhanahu wa taala e ka zbritur. Pra këto dy ajete po na mësojnë që ne kemi detyrë që veprojmë me Kur'an. E pejgamberi sa ka thonë? Ka thonë në një hadith: "Iqra'ul Qur'ana wa'malu bih." Lexoni Kur'anin dhe veproni sipas tij. Dhe veproni. Këtu e shohim që jo vetëm me lexu Kur'anin, por qëllimi i leximit, i mësimit, i hifzit është në më ardhen deri tek vepra. Në një hadith tjetër, Hudhaifa radhiyallahu anhu ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka thonë: "Ja Rasulullah, pas këtij hajrit të madh që ke ardhur si pejgamber, a do të ketë sherr, a do të ketë të këqija pas teje?" Pejgamberi sa ka thonë: "Po, ka me pas fitne dhe shere, dhe gjërat e dëmshme." Ai ka thonë Hudhaifa: "Ja Rasulullah, e çka më bën mbas kësajna? Ku ndodhin këta shere, këta të këqija, çka më bën?" Pejgamberi ka thonë: "Ja Hudhaifa, ta'allam al-Qur'ana wattabi' ma fihi." O Hudhaifa, ka thonë, mësoje Kur'anin dhe puno sipas mësimit të Kur'anit. Ai të po më dhënë rasteve fitneve, rasteve sprovave, zgjidhja çka është? Me mësu Kur'anin edhe me i pasu mësimet e Kur'anit. Në një hadith tjetër pastaj ka thonën: "Man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bima fi." Kush e lexon Kur'anin edhe e studion atë, edhe vepron sipas tij, ka thonë sa ulbisa yawm al-qiyamati tajan. Këtij personit që ka mësuar Kur'anin edhe ka vepruar me Kur'an, do t'i vendoset një taç në kokën e tij. Në ditën e Kiametit, ky taç ka thonë sa min nur, do të jetë prej dritës. Pra do t'i vendoset një taç në krye atij i cili ka punuar me Kur'an. Tjetër çka? Dau mithl dau shams. Aq shumë do të ka me pas ndriçim të madh çki taçin krije, aq sa ka ndriçim, ka thonë selam, dielli. Çfarë ndriçimi ka? Që si ndriçimi do të ketë edhe taçi që do të vendoset personi në krye, pse ka lexuar Kur'anin edhe ka punuar me Kur'an. Pra shumë më rëndësi ne me punuar me Kur'an. Kur është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë morali, çfarë ahlaki ka pas? Ai din çka ka thonë? Kana khuluquhu al-Qur'an. Ahlaki i tij ishte Kur'ani. Pra ahlaki besëm ishte Kur'ani. Dietar kanë thonën, jo vetëm me punu një herë me Kur'an, vetëm dy herë ose jo Kur'anin dhe mësimet e Kur'anit pas pjesë të ahlakit ton. Sikur ka ndodhur me Aishën, çka thonë? Ahlaki besëm ishte Kur'ani. Mund në vazhdimsi punonte sipas mësimeve të Kur'anit. Kjo është më dhënë një mësim i rëndësishëm. Tregohet nga Uthmani, Abdullah ibn Mesudi, Ubay ibn Kabi kanë thonë: pejgamberi sallallahu alajhi wasallam neve na mësonte 10 ajete. Tani kur i mësosh me 10 ajete, i kuptojsh me 10 ajete. Kur i kuptojsh me veprosh me sipas 10 ajete, tani dilsh me të tjerat. Shikoj më dhon sahabët kush e kanë kuptuar fen. Më dhon jo vetëm mësim. Mësimin po pas mësimit pason vepra. Nëse nuk ka vepra, më thon Kurani bëhet edhe kundra teis, ka thënë pejgamberi wal Qur'anu hujjatun laka aw alik. Kurani mund të kon argument për ti ditën e Kiametit, por mund me kon Kurani edhe kundra teje.
se e ki ditë vërtetën dhe se ki bom. Sa njerëz sot e din që Kurani thot falu, edhe s'falet. Kje ka marront, e din që du të mu falë dhe nuk falet, kje ka marront e Zotë sa i cili se ka ditë që namazi fars, se ka ditë që është obligim. Të asi më thonë, kemi kujdes, dijen që e kena, të Kuranit du të veprim me Kuran. O shpërmendën se Omeri Adnan ka thonë një fjalë shumë të rëndë. Ka thonë Omeri Adnan, la yaghurrannakum man qara al-Quran. Mos ju mashtron ai i cili lexon Kur'anin. Mos ju mashtron ai i cili lexon Kur'anin, inna ma huwa kalam yatakallam bih. Qasa është thjesht fjalë. Krejt mund me lexu Kur'an. Po çka është më rëndësi, ka thonë Omeri, walakin induru ila man amila bih. Po këshirni atë i cili punon me Kur'an. Kjo është më rëndësi. Mos e këshirni vetëm atë i cili lexon Kur'anin. Ta ndreq me xhlisin, e ka zonin e mirë. Krejt mund me bo qatë. Por më rëndësi është që ne me punu me Kur'an. Thuhet që Omeri radiallahu anhu e ka mësu surën Bekare 12 vjet. E ka mësu surën Bekare. Thonë ulemoja pse që ka gati ka shku Omerit. Ne dina hafëzlar dalin 6 muaj, 1 vjet, 2 vjet. Omeri 12 vjet i ka shku 50 faqe. Thonë dietarët, Omeri kur e ka mësu Kur'anin, se ka mësu vetëm për meç. Ai ka lexu Kur'anin, e ka mësu, e ka kuptu, e ka jetu. Në këtë formë e ka mësu 12 vjet surën Bekare. E neve çka na mungon? Në i dimi gjërat, i dina mësimit, por na mungon vepra. Thu gjithashtu Ibn Omeri, djali i Omerit, i ka shku 4 vjet mësimi i surës Bekare. 50 faqe. Mëson më njerë. Pse mi shku 4 vjet? Nga se këta njerëz e kanë kuptuar shumë mirë që ne duhet këtë Kur'an jo vetëm thjesht me mësu përmes, po duhet më thonë ne me jetua. Thot nga Ibn Mesudi, radiallahu anhu, thot një fjalë, lejse hifdhul Kur'ani bi hifdhil huruf. Thot nuk është hafiz ai i cili veç di mi rujt shkronjat, por hafizi vërtet ka thonën walakin iqamatul hudud. Hafizi vërtet është ai i cili i ruan kufit e Zotit. Punon si ka thonë Zoti. Kjo është hafizi vërtet. Nuk është më një hafiz diku që i di shkronjat shumë mirë, e di hifzin shumë mirë, por nuk ka mungesë të veprave. Thot nga Abdullah ibn Omeri, një ditë për ditëve e ka dhënë sadaka që e ka dash shumë. Çka ka dash Abdullah Omeri? E ka pas shumë qef sheqerat, ëmbëlsirat. Edhe një ditë për ditëve e ka dhënë shumë sheqer. Ka shpërndarë sadaka. Kur i kanë thonë pse bash sheqerin për shpërndan, ka thonën Allahu ka thonë Kur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. S'ka për të arritur atë gradën e xhenetit derisa të jepni atë që ne doni. E ka thonë unë e du sheqerin shumë. E du ëmbëlsiren. Edhe unë du me fitu çat Allahu që ka përgatit. E kjo nuk fitohet pa me dhon nga ajo të ne don. Pra shikoni Abdullah Omeri si ka jetu me Kur'anin. E ka ngu ajetin, mi një herë ka qitë praktik, ka dhonë diçka prej asaj të cilën e ka dasht. Dhe asi më du mëseni mi vetën në herë, jo veç me dhonë ato cilët nuk na duhen. E ke pa disa tesha që si duhen të shpia shkoni jep. Jep edhe atë të cilën e don. Edhe kjo të Allah ka ma shumë pesh. Me dhonë diçka prej asaj që ka vlerë edhe ti më dhonë e ki interesim. Më në fund të shamë e përmet një mesele, si thash pak më herët, duhet me punu me Kur'an. Edhe Allah ka thënë ta marr një shembull, si me punu me Kur'an. Duhet me bëu pyetje, hoxha, si të punoj me Kur'anin? Thjesht. E merr një ajet kuranor, edhe mundosh me jetu jetën tënde. Allah ka thënë Kur'an një shembull, hafidhu ala salawat was salat al wusta. Ajet. Runi namazet dhe namazin e mesëm. Cila është namazi i mesëm? Ikindia. E si me vepru me qëtë ajet? Ka thonë djetartë nëse ki t'hik dhe namaz, kujtoj ajetin. Hafidhu ala salawat. Ruj namazet. E thuj vetës, une ki ajet ma jep mësimi që unë mas 12 milion namazet. E që kjo është forma e praktikimit ajetin. Mund ti me e jeton ajetin praktikisht në jetën tënde të përdiqme. E lusë Allah, subhanahu wa Zotë në mundëson gjithë neve, ta tjetë Kurani argument për neve. Mos tjetë ditën e kiametit, kundra neve të jetojmë me Kur'an, ashtu si ka thonë Aisha. Pejgamberi ishte një Kur'an, i cili heste mbi tokë.
Pra sjellja e Pejgamberit ishte Kur'an, punët e Pejgamberit ishin Kur'an, edhe këtë jeta e tij ishte Kur'an. Allah na mësoftë të jemi prej tyre, wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.